Nuk është evlia për evliave të Allahut ai I cili fluturon në qiell dhe ecën nëpër ditë. Por evlia për evliave të Allahut është ai I cili qëndron në fenë e Allahut deri në momentet e fundit. O ju vllazën, thonte radhiyallahu ta'ala anhu a'zamul karama luzumul istiqama. Kerameti dhe mrekullia më e madhe është kush qëndron në fe të Zotit xhallahu ala. Andaj pe fjalëve të tij radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu ishte: mos pyet për ata që kanë deviju si kanë deviju. Si devijoi filani? Si është e mundur? Unë e mbaj mend ai 5 vakte faleshte. E mbaj mend ai çdo në safin e parë. Mos pyet për këta njerëz, se devijimi është I lehtë ju vllazë. Por pyet për ata që kanë qëndru si kanë qëndru. Mos pyet për ata që kanë deviju si kanë deviju, po pyet për ata që kanë qëndru si kanë qëndru. Wallahi që të qëndron njeriu në fenë e Allahut Azza wa Jall dhe mos lëkundet prej saj derisa ta takon Allahun, kjo është mrekullia më e madhe. O ju vllazërit e mi, ne nuk e dim se çfarë valet të belajave dhe sprovave të na vijnë. Nuk e priti ki popull një herë se do të vijë komunizmi po erdhi dhe mbajti 20 vjet dhe e shërnjosi Islami për këtyre vendeve. Pse? Për arsye se thuhet se para komunizmit arriti Islami në fije të penit. Dhe Allahu xhallahu ala e dërgoi në mesin e këtij populli një pushtetar zullumçar dhe bashkatroi Islamin, Allah I na ruajt. Andaj ishte edhe galja më e madhe e të gjithë pejgamberëve të Allahut alayhimus salatu wassalam, që nga Ademi edhe Nuhi edhe Ibrahimi edhe Musa edhe Isa edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o Allah na jep qëndres në këtë fe derisa të takojmë. Thot Aisha radhiyallahu anha çoheshte natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thonte ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini. O rrotulluesi zemrave, ma përforco zemrën time në fen tënde, la ilaha illallah. Në qoftë se Muhamedi biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alaihi pas nevojë që ti lutet Allahu xhelle xhelalu që t'ja përforcon zemrën e Islamon edhe ty, mirë po ju vëllezërit e mi, mirë po ju vllazërit e mi, njeriu lutet për atë që ka gajle ma shumë. Mos ndoshta kjo fe dhe ky thesari I madh që na I ka falë Allahu xhallahu ala nuk është shumë e vlerë në zemrat tona që ne të lutemi për atë. Pasha Zotin e madh me di që e humbim pasurinë, themi ja Rabb, ruma pasurinë. Me di që e humbim dhe njëri për fëmijëve, o Zot ruaj fëmijët e mi. O Allah ma shëndetin ja dhe xhelali wal ikram. O vëllazën, pasuria dhe thesari më I madh I çdo njeri prej nesh është dini, është feja, është imani.